është rikthyer, si që thash Flamur Noka në studion time, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, gati po ndashin për gjithmonë sepse partia ka vendosur që nuk lejohet dalja në studio me analist pa praninë e njerëzve të Partisë Socialiste. Pa kundërshtarje politik. Por ja që u gjithë zgjidhja dhe jemi sot me mua në studio, ka ardhur vetëm me mua, por tani kemi një problem, Flamur, që mos ja u futi e drama këtu. Se ai e ka shpikur këtë lojë, po ai është në kal tani. Është në kal, ja një sekond, është në majtë kalit, nësa ju jeni në majtë, nuk kuptohet ku, dhe ju duhet të dilni sa më shumë, ndërsa e drama nuk ka interes mos dalë. Mos e keni mësuar gabim këtë gjithë. Jo. Ta shti të kuptoj në të gjithë atë që thua. Çështja politikisht për transparencë me qytetarët që ndron këtu. Ka gjithë të vite që në pushtet 13 vjetë është Edi Rama dhe rilindja. Ure, ai do jetë nuk t'i iknë ai. Prit mos të lutem. Jo, dakord. Dakord. 13 vjetë. Në 13 vjetë, a i ka zgjedhur një strategji. Kodin omerta për të vetët, ndërsen analist të cilit i paguar në për borde në për të gjitha, borde ujësjelësash, borde ku di unë që ka. Marim, edhe ju keni paguar. Prit, jo asë një analist, kur? I kuro? Asë një analist. Kanë qenë ekspert, prit, mos katroj gjërat. Keni paguar si ekspert, prit, jo, sot, të gjitha bordet, jo bëjmë dije qytetarëve, janë të mbushur me këta analistët që shikohen nëpër media, të cilët kanë një mision, të sulmojnë vetëm opozitën, të mos përmendin asnjë gjëm, bëm, hajdutëri, drog, kartel të qeverisë, dhe të krijojnë idenë se në Shqipëri po qeverisë opozita të fajtorë është opozita. Pra, tani ne me këtë kategori, rroktarësh apo mercenarësh mediatik, ne refuzojmë të dalim. Po, debati publik është të vinë përfaqësuesit e narkosit këtu në tavolinë me ne dhe të diskutojmë për shëndetësinë, për programin e tyre, për çfarë kanë bërë, çfarë s'kanë bërë, që s'kanë bërë gjë e kanë shkatruar. Më fal. Tani Okej, mo. Për bujqësinë, për fondet i parë, për rënimin e bujqësisë, për faktin që gjithë plerat e grurit të Serb vinë në Shqipëri dhe hajnë shqiptarët, atë që hajnë as derrat në Serbi. Fal. E bërë demagog, pak. Prit, të vinë këtu dhe të diskutojnë, prit, lutem, për arsimin që është i fundit... Por shumë buku, por nuk të vinë, më buku. Të lutem tani. Ore, nuk vinë, mora unë sekretarën e përgjithshëm të Partisë Socialiste, i thash do vish me Flamurin, nuk vita. Po, që të vinë pra që diskutojnë për arsimin. Tani unë vetë marrë pushkën dhe ta marrë me pushkën, nuk vjene. Kush e qoj arsimin në Shqipëri, të fundit në botë pas Ukrajinës dhe Palestinës janë luft. Ore të gjitha këto të thuajnë parlament o dha, se atje nuk madhe përgjësi njeri. Të lutem tani. Bashkë do të bëjmë muhabet tjetër. Do të bëjmë gjitha po prit. 30 sekonda më letë të bëjmë parantezën. Më letë bëjmë parantezën. Tani, këtu duhet të ishin ne si opozitë. Ore njerëzit që kishe këtu të kush është i paguar, Entona Bileka, Andi Tela. Prit një sekundë. Asimja. Më leta shtjelloj. Kush është i paguar? Më thuaj këtë. Kush është i paguar nga këta këtu? Më leta shtjelloj. S'do të ulesh me këta. Më leta shtjelloj, do të them. Se unë këta kam në punë. Në punë do më thënë të emisioni im. Ti jesh i qartë ti. Ore Entona Bileka, në ulesh. Le të sqaroj këtë, le. Duro, vetëm duro. Tani të vinë të sqarojnë. Pse këtu shëndetësia sot është 40 vjet pas BE-s kur ndërkohë Edi Rama thotë që s'ke folë në parlament sot në 2030 do jemi në BE, të vinë këtu përfaqësuesit e narkosit dhe të tregojnë pse infrastruktura me gjithse rrugët janë të arta përsa i përket kostos, pse infrastruktura është 100 vjet si pas BE-s, pas standardit BE-s, të vinë këtu dhe të tregojnë pse raporti JSB Odirit të japin llogari. Kush të vinë? Nuk të vjen Flamur fare. Thot që mediat janë të gjitha të kapura nga qeveria. Kush media pëshëm? Të gjitha mediat të raporti JSB Odirit. Ku tha jo më jo? Po, e kam... Po, jo të gjitha mediat. Lejoj se... Prerë të parë raporti JSB Odirit, më lejo. thotë që janë një pjesë e mirë mediash dhe janë... Jo, mos u gut një pjesë e mirë, jo shumica. Po ti si thua emrat kur, Flamur? Prit, ta them më emrat. Po me thuaj? Ti them unë prit. Me thuaj emrat e medias. Dakor, cilat media janë të korruptuara? Merë mediat e mëdha. Televizioni Top Channel, është i korruptuar? Ta them unë. Po të përvjës unë, jam gazetar. Po. Televizioni Klan, është i korruptuar? Po. Në regullë. Po prit, vazhdo. Vizion Plus. Pa tjetër.
Ne. Patjetër. Vazhdo më tutje. Që kemi bërë ne vëllë? Vazhdo. Propagandë jeni bërë të gjithë dritare ku pasqyrohet errësira e qeverisë si një dritë që ndryshon vendin. Ore ti vjen tua këtu çfarë do Mendelia do me thënë. Kaq është e gjithë. Ore ti tua këtu unë të thres ty të thuash çfarë duash. A do të ta them prit, ta them unë ty. Ta siguroj unë ose çka ka thënë OSB-ja. Çfarë thot ky më? Prit mor ja këtë thot ky. Prit. Lemo OSB-ja. Prit. Zotëri OSB-ja thoshte për herë të parë dhe bravo i qoftë. Në mënyrë shiko. Pjesë e medias po? Në të njëjtën mënyrë. Kapja institucionale. Kalove këtë të Autoriteti mediave audiovizive AMA dhe RTS funksionojnë në kontroll të plot politik. E thot raporti OSB-u Dirit, me përmbajtje tërësisht të favorshme për qeverinë. Monitorimi i Odiri raporton se PS dominoi pra kohën televizive. Pritët të mund tash tjetër. Po dominoi PS, po kjo nuk do thotë që Prit. Edhe kur fliste opozita, po, e thash unë këtu. Ta them unë. Edhe kur thoshin gjëra kundër opozitës, ja quante opozitës. Prit, kontrolli dhe Jam me ty mor zotri. Po prit, po faleminderit. Po tani ku t'ja tregon këtë? Po ku t'ja tregon tani? Qytetarëve, jo ty. Tani, kontrolli dhe censura në media, Se mua me gjede më trapin ti këtu të kjo të regor qytetarëve këtë gjë. Më shumë se 90%. Dhe ti sflet në parlament, ti sflet as sekundi. Më shumë se 90% e mediave shqiptare ndodhen në ndikimin e qeverisë përmes përqendrimit pronësisë dhe presionit financiar. Ore këte une... Raporti... O, Flamur, e bëra emision këte, Flamur. Shumica e kisha emision këtu dërmuese e mediave perceptojnë si të lidhura me Partinë Socialiste në pushtet, thot raporti i Dalën pi kafe dhe vazhdon ti. I vetmi televizion, thot raporti. Do të në rëndy. Prit, po, dhe në dy. I vetmi televizion, thot raporti i OSB-u Dirit. Kanali opozitar Syri TV zotron 1.7% të ardhurave të tregut. Në 87% të audiencës kombëtare e kanë media qeveritare, thot. Po, qëfar po thot pra? Më kërkove për mediat. Ashtu dhe. Dhe të ardhët, 72% të ardhët e tregut i kanë gjitha mediat qeveritare. Tani, ky thot bashkë me vetë censurën e gazetarve, e kanë gryer pluralizmin mediatik dhe aksesin e qytetarëve në informacionet pa anshëm. Do zbatosh rregullin, do Prit, patjetër, a deshet të flasësh për mediat? A më the për mediat? Ja tu përgjigja. Unë këtë, para se ta recitonje ti këtu, unë e bëra program. S'ka rëndësi. Dhe kolegu im, më falë mo zotri, kolegu im që ti nuk do të ulesh edhe me te, Andi Bushati tha, për derisa televizionit, Top Channel, televizionit Klan, daj të pyeta unë për atët. Janë, tha me qeverinë e këshu, i thanë, e bën emision më dhe folën gazetarët vetë këtu. Kam konsiderat jashtëzakonshëm për zotin Bushati. Kur të? Kam konsiderat jashtëzakonshëm për zotin Bushati. Po pse s'vjen emision me të ti? Jo, s'vi, jo me të, se ka me të unë. Po. Ne kemi marrë një vendim, zotin. Ore, kini gabim. Do t'ju bjerë vendimi këtu. Faleminderit. Do t'ju thyej kokën. Ajsa, faleminderit, më nxirr, unë këtu nuk vi për debatuar me askënd përveç se me kundërshtarin. Më nxirr kundërshtarin. Nuk do. S'do. Atëherë unë I thash që mendoj unë. Nuk duan, pse nuk duan? Atëherë më lejoj që unë t'ju them shqiptarëve çfarë është e vërteta. Sepse në për ekranet shqiptarët kanë dëgjuar gjithë të kohë vetëm çfarë thot Edi Rama dhe linjat e tij politike. Dhe po ta thot raporti i OSB-u Dirit. Atëherë hajde bisedojmë. Kjo është e vërteta juve. Qertë. Kjo është. Vetëm një sekondë, Flamur, atëherë fillojmë. Patjetër sa duash. Nëse bëre një hyrje kështu. Jo, po shqiptarët duhet dinë. Ti bëre një prolog 300 herë më shumë se ç'bëhet në për libra. Prologu, fillimi, bëhet një shënim. Jo, ka prolog dhe epilog. Po të paktën epilogun kur të ma mbyllish mos e vazhdo shumë gjatë. Jo, dakord. Tani të hym direkt. Prologu është i detyrueshëm pse? Për të sqaruar të shikuesin tënd e të këtij emisioni dhe qytetarët në tërësi pse ku është situata, pse nuk vinë përfaqësuesit e narkosit, çfarë do vinë? Do vinë do flasin për kartele. Ata zguxojnë, ata janë peng. Do vinë do flasin për rënimin e votës zgjedhore për cilën e votës lirë dhe demokracisë. Ata janë vetë rënuesit. Flamur. Do vinë të flasin për korrupsionin pa fund. Po prit më burp. Do vinë të flasin. Ore tani gjithi natin që kema ata po ma nxjerr mua më Flamur. Jo, unë po ja them shqiptarëve, s'kam punë me. Po ç'është shqiptar më, po shqiptarët e dinë mo. Qytetarëve. Shqiptarët e dinë që e drama nuk dërgon asnjëri të merret me ju. Sepse është në luks. Po një zëvendës. Është reat shumë. Jo, kodi omerta i mafjes. Këtë, ja këtu ndryshojmë unë ti në qasje. Po ti mua ma thua këtë. Ti thua luks. Unë po ju them shqiptarëve që është kodi omerta. Pse? Një zëvendës kryeministër narrati. Prit, një zëvendës kryeministër narrati. Një zëvendës kryeministër tjetër tashi
është në ndjekje nga SPAK. Me probleme lidhje madhore. nëse Makini- Disa ministra i ka atje. Kam dhe një pyetje Pra, që është ta... Çfarë do flas? Do flas për këtë karakatinën qeveritare që ndukje është e fortë dhe tani është duke rënuar një lloj siç rënohet një kështjellë rëre. Ja, për çfarë do flasin ata? Do flasin për çfarë? Për shpopullimin e këtij vendi. Do flasin për varfrinë ekstreme që një pensionist merr 100 euro, ndërsa këta me 100 euro paguajnë vaktin e qenëve që mbajnë në shtëpia. Për çfarë do flasin këta? Jemi okay. Po kjo është historia. Kjo është e vërteta. Dhe unë këtë kam detyrë, unë dhe çdo opozitar E sa të vazhdoni kështu na mor në qafë. Na ikën për lesh. Po vazhduat Po shumë. të Ylli, edhe kjo që sa po thua ti, E bën sultan. është gjysëm, është indirekt shërbimi i Ramës. Pse? Po, me Të merr thënë, qafë, po. qeveria, Ylli. Ai po të vjedh, Ylli. Vetëm ju nuk po i shërbeni Ai Ramës. po të vjedh, Ylli. Ai po të vjedh, Ylli. Ai po të rënon, ai po të shpopullon. Edhe çfarë ti bëjon? Ai ta ka shndruar në vend drogë Shqipëri. Edhe çfarë? Po, ai. Çfarë ti bëjon? Dhe jo opozita. Po, unë çfarë ti bëj? Jo, ti duhet, ti dhe të gjithë të tjerë Po që duhet bën ti, mo, ti deri dje. Kundër Ti dje deri dje ishte kaq e koqe. Një grup me 3 veta këtu, një grup me 4 veta këtu, një grup me 6 veta këtu, hanit njëri tjetrin, shqyrenit njëri tjetrin. Ajo është që Shqyrenit njëri tjetrin. zotri. Po ju sini mo, nuk... Zotri, Po jo, shqyrenit jo, njëri tjetrin, jemi, mo flamur. Nuk ekzistonit mo Jo, flamur. më jo, ekzistonim ne. Por ju s'donit të quani. Pse? Sepse ju... Po ku ekzistonit mo, ju ishit... Nuk Ty keni të dashur dilte, të ty të shikoni dilte të shante Gazi Bardhi. Sepse nuk ju lejon. Gazi Bardhin e shanit 5 të tjerë. Ka rëndësi, Pastaj dilte, ua, Kjo nuk është çështje shqiptarëve. po s'ke opozitën kështu, mo, duke lufton me Jo, punë. zotri, jo. Jo, zotri. çështje kujt Jo, është? nuk është çështje. Po Çështje pse? shqiptarëve Ju është si administrohet. Ju të tallni me nderen me njëri tjetrin dhe ne të dalim të luftojmë në emrin tënd. Puna jon, jo, ti do luftosh për veten tënde. Do luftosh për shoqërinë. Ja, mo, tani të kam thirrur ty. Do luftosh për Shqipërinë. Po, Kene vënë për mua. të kam thirrur dhe ti të thuash çfarë do t'i bësh ti Edi Ramës. Ylli. Ore, çfarë i bën ti Edi Ramës? Më e thjesht të shndrosh një dritare e propagandës së errët të qeverisë. Po, edhe është gjëja më e thjeshtë. Kush e bën? Ja po ta them unë. Po kush mo? I përmenda gjithë mediat. Ti përmenda gjitha. Tani ja ku jemi. Ja ku jemi. Ç'pun ke ç'ai duhet shqiptarëve se si ka marrëdhëniet opozita me X. Jo më shqiptarëve duhet si administrohen taksat e tyre. Dhe është detyrë edhe e mediave që t'ju bëjnë transparencë. A do hym pak, shiko. Është detyrë edhe Hym pak në tema kështu, jo. Jo, po vazhdove për kështu. taksat. Po jo, të lutem. Shqiptarët duhet ditë Shiko, si është rendi. një listë e gjatë. Është detyrë edhe juaja si media që shqiptarët ju thonë kolegët e mi- rendi dhe siguria është narkos dhe kartelet dirigjojnë drejtorit dhe në drejtori i policisë kolegët e janë mi- në martesë e karteleve në Shqipëri dhe nuk janë në martesë Rëndë e shumë ligjit situatë. dhe e taksapaguesve. Rënduar shumë. Duhet t'ja thoni dhe ju. Mirë, mo, do ta themi, dakord. Juaja. Dakord. Po. Atëherë. Do t'i thoni Zoti do t'i Flamur. thoni që reforma Po pse drejtësia. po këtë vendim keni marrë ju që të vini cilën si ti e ke problem. të bëni shër me moderatorët vetëm mo? Jo, po duhet Dhe kështu fitoni qeverisjen. Dhe këtë do t'i them unë sot, edhe televizionistëve tuaj dhe çdo shqiptari, që ja pra ku i keni edhe mediat deri tani kanë bërë lojën e narkosit sepse duke mohuar çdo të zez që narkosi ka shkaktuar këtij vendi dhe duke u përpjekur Shqipërinë t'ia paraqesin bashkë me lule shqiptarëve, i kanë hedhur A mundet të- opium shqiptarëve.